Bileta falas për të mbushur stadiumin dhe kaos në trafik. Kush po e paguan realisht show-n e Kanye West në Tiranë? Raportim special Birm Aktualitet dhe Politik. Kjo e shtun e ka gjetur kryeqytetin në një paralizë të parashikueshme qarkullimi. Ndërsa propaganda qeveritare dhe oligarkët pranë saj po nxitonin deri në minutat e fundit të shpërndanin bileta me skonto e madje falas për të garantuar stadiumin plot, mijëra qytetar kanë mbetur të bllokuar në hyrjet kryesore të Tiranës. Shkak për këtë kaos është bërë koncerti i reperit amerikan Kanye West në Eagle Stadium, i vendosur në kilometrin e parë të autostradës Tiranë-Durrës. Një event i cili, prej javësh, nuk është shoqëruar thjesht me entuziazëm muzikor, por me debate të ashpra dhe kritika të forta ndaj qeverisë Rama për sa i përket organizimit, mungesës së transparencës dhe kostove marramendse që përfliten në prapasken. Shtetërrethimi i hyrjes kryeqytetit, policia e shtetit ka zbritur në terren që prej orës 07:00 të mëngjesit të së shtunës për të zbatuar një plan masash emergjente që praktikisht izolon një nga arteriet më të rëndësishme ekonomike dhe rrugore të vendit. Deri në mesnat, rruga dytësore që të çon në Tiranë në segmentin nga kompleksi Eiffel deri te Casa Italia do të jetë bllokuar për qarkullimin e lirë, duke lejuar vetëm lëvizjen në drejtim të daljes. Sipas policisë rrugore, autostrada Tiranë-Durrës nuk do të bllokohet tërësisht, por kufizimet do të ndihen fort në nyjat kyçelidhëse. Autostrada Tiranë-Durrës nuk do të jetë bllokuar nga të dyja krahët. Është menduar të bllokohet vetëm pjesa e daljes nga autostrada Durrës-Tiranë që vjen te pjesa e Agnës, është pjesë e daljes së rrugës dytësore. Rreth rrotullimit tek Casa Italia do të jetë funksional, aty do kalojnë taksitë dhe autobusët. Burime zyrtare nga policia rrugore. Ndërsa qytetarët që udhtojnë në kaun e daljes nga Tirana drejt Durrësit pritet të qarkullojnë normalisht, ekspertët e trafikut ngren pikpyetje nëse këto masa janë të mjaftueshme për të përballuar fluksin, veçanërisht kur autoritetet vet pranojnë se në zonë pritet një dyndje prej mbi 60.000 personash. Mungesë parkimesh për 60.000 veta. Sfida e madhe e sigurisë. Një nga absurditetet më të mëdha të këtij organizimi mbetet infrastruktura. Pavarësisht për masave masive të eventit dhe mbështetjes së hapur qeveritare, pranë Eagle Stadium nuk është vënë në dispozicion asnjë hapësirë publike për parkimin e automjeteve private. Policia u ka bërë thirrje qytetarëve të shmangin makinat personale dhe të përdorin ekskluzivisht transportin publik ose taksit. Për ata që zgjedhin automjetin privat, rregullat janë drastike. Lejohet vetëm zbritja e shpejtë e pasagjerëve, ndërsa makina duhet të largohet menjëherë nga perimetri i sigurisë. Nëse hyrja e publikut pritet të jetë e shpërndar për gjatë orëve të pasdites, hyrja nis në 18:00 dhe koncerti në 20:00. Frika më e madhe e autoriteteve mbetet përfundimi i koncertit, ku një masë prej 10.000 personash do të derdhet njëherësh në rrugë në mesnat. Mendohet që janë mbi 60.000 veta. Problemi më i madh realisht për sigurinë rrugore është dalja se sa hyrja e personave në stadium, sepse hyrja mund të jetë në periudha kohe të ndryshme, kurse dalja është e menjëhershme. Do të ketë një kordon me punonjës të qarkullimit rrugor të bashkisë që gjithë turma të dalë sigurt. Përfaqësuesi policisë shtetit, pasqyra e kufizimeve rrugore sipas policisë. 07:0024:00 bllokohet taksi dytësor Durrës-Tiranë nga Eiffel deri te Casa Italia. Funksionon vetëm me sens daljeje për subjektet. 07:0024:00 ndalohet qarkullimi në korsinë e daljes autostradës Durrës-Tiranë te rreth rrotullimi i Casa Italia. 12:0024:00 ndalohet plotësisht qarkullimi në segmentin Casa Italia, rruga Pavarësia, rruga Sokrat Miho. 12:0024:00 rrugët Sokrat Miho, Kasem Shima dhe 7 nëntori do të funksionojnë vetëm me sens daljeje. Linjat publike në dispozicion për spektatorët. L4 City Park Qendër, L13 Tirana e Re, L3 Kashar, L58 Institut Qendër. Një event në hijen e skandaleve dhe biletave dhurat, përtej problemeve logjistike. Ajo që po shkakton më shumë revolt është ana politike i këtij aktiviteti. Koncerti Kanye West po promovohet me gjitha fuqit nga makineria propagandistike e qeverisë Rama dhe nga rrjeti i oligarkëve që qëndrojnë pas financimit të tij. Por, siç duket, interesimi i vërtet nuk ka qenë në lartësinë e pritshmërive apo të çmimeve të larta fillestare. Burime të ndryshme konfirmuan se vetëm një ditë para eventit, çmimet e biletave pësuan ulje drastike dhe në shumë raste u shpërndan falas nëpër institucione dhe forume, thjesht për të evituar imazhin e një dështimi dhe për të mbushur artificialisht stadiumin. Ndërsa Tirana luan rolin e një metropoli europian të kulturës përmes shove të shtrenjtë, kostoja reale e kësaj fundjave u mbetet përsëri qytetarëve të thjeshtë, të bllokuar në trafik, pa infrastrukturë dhe dëshmitar të një shfaqjeje që shërben më shumë për fasadën e radhës se sa për artin.